Sipas të dhënave të siguruara nga komisionet komunale, procesi i votimit deri në këtë kohë është zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe pa pengesa. Deri në këtë fazë, nuk janë shënuar raste që do të mund të ndikonin në mbarvajtjen e përgjithshme apo besueshmërinë e zgjedhjeve. KQZ mbetet në komunikim të vazhdueshëm me trupat zgjedhore nëpër komuna dhe institucione të ndryshme me qëllim që të garantohet zbatimi i plotë i ligjit dhe rregullave zgjedhore në çdo hap procesi. Në të gjitha ato raste ku ka paraqësi ose problematika të ndryshme, KQZ është duke i trajtuar në kohë me të shpejtë të mundur dhe duke i dhënë zgjidhje. Duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 95% të vendvotimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 273.666 votues, apo 20.78% nga 1.316.672 votues. Deri në të njëjtën kohë, në raundin e parë në këto 18 komuna kishin votuar 25.33% apo 333.489 votues nga 1.316.129 votues. Të dhënat e detajuara për pjesëmarrjen e votuesve në çdo komunë dhe në çdo qendër votimi i gjeni në platformën e KQZ-s, të cilën mund t'i referoni. Në procesin e deritashëm të votimit kemi pasur disa ankesa për votimin me asistencë. Për hir të informimit korrekt të opinionit publik, e shohim të nevojshme të sqarojmë se votimi me asistencë për personat me aftësi të kufizuara, ata që nuk mund të mbushin dhe nuk mund ta hedhin flet votimin, është i garantuar me ligjin për zgjedhjet dhe rregullore të KQZ-s. Kjo nuk nënkupton që në emër të kësaj të drejte të garantuar të abuzohet dhe në këtë kategori të tentojnë të hyjnë persona që nuk kanë aftësi të kufizuar. Sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s, me qëllim të menjanimit të çfarëdo keqpërdorimi, është vendosur që aftësia e kufizuar e votuesit duhet të dëshmohet përmes dokumentit përkatës. Andaj u bëjmë thirrje këshillave të vendvotimit që të vlerësojnë drejt dhe sipas legjislacionit në fuqi persona që paraqiten për të votuar me asistencë, e për të cilën çështje janë trajnuar. Nëse ka ndonjë pyetje nga pjesëtarët e mediave, nëse jo, ju falenderit për pjesëmarrjen. A kanë të drejtë në asistencë persona që nuk dinë shkruajnë dhe lexojnë? Edhe në konferencën e parë që e patëm, na thëmë që ata persona kanë të drejtë asistence, por jo në kabinën e votimit. Do të thotë kanë të drejtë asistence deri në kabinën e votimit, njoftohen lidhur me flet votimin, me mënyrën e votimit, por brenda në kabinën e votimit votojnë të vetë. E plotësojnë vetë flet votimin. E kanë asistuesin para se me shku tek kutia e votimit, e kanë asistuesin i cili mund të njoftoj. Okay? Nëse s'ka ndonjë pyetje tjetër, ju njoftoj se konferenca e 4 do të mbahet në orën 19:30.